Prej disa ditësh ka nisur një ndërhyrje në bajpasin e rrugës Arbrit në qafën e Murrizit. Ndërhyrja ka nisur që nga ana e fshatit Bastar Murrizet të Tiranës në drejtim të fshatit Zibër Murriz të Klosit. Kjo ndërhyrje fillimisht ka asistuar me riparimin e pjesëve të dëmtuara dhe largimin e inerteve që ishin grumbulluar nga rreshtet e shirave. Ndërkohë banorët që jetojnë përgjatë kësaj rruge thanë se kjo ndërhyrje erdhi pas apelit mediatik që bën ata pak ditë më parë. Ata i qëndrojnë ide se kjo rrugë duhet mbajtur në gjendje optimale, pasi përdoret jo vetëm prej tyre, por edhe për çdo rast tjetër, kur tuneli i Murrizit mund të bllokohet për arsye të ndryshme. Bujar Kuka thotë se deri tani ndërhyrja është bërë me pastrimin e inerteve si dhe rregullimin e disa deformimeve, ndërsa presin që të asfaltohen pjesët e dëmtuara. Pas lajmit që publikohet në rrjetet këtuja, firma ka marrë masat për rregullimin e bypassit, për limin e gropave që janë bërë. Edhe sipas dhënash që keni një gjuhë që duhet të shtrojnë komplet bypassin do jetë në funksion. Se tash është mbyllur, që u hap tuneli, tash është mbyllur. Edhe po jo më mirë, bo mirë. Mirë se s'kena pas rrugë fare. Kjo tash na ka lehtësuar. Jashtë kameras banorët thanë se shkaki i rregullimit të bajpasit të Murrizit mund të jenë edhe ndërhyrjet e nevojshme që pritet të bëhen brenda tunelit të Murrizit, ku kohët e fundit ka patur deformime të trases.